Ukraina me 40 milion banor gjbihet në thojza prej Rusie. Kush e ka menu këtë sen? Shtetin antar, realisht është shteti që e ka kriju OKB-n. Shtet antar i krijimit OKB-s është Ukraina. Me 40 milion banor, me 10 produkte e para në botë, me fuqi, me ekonomi, me gjithë çka po ndodh sot. Krejt bota është rrështu, thojza. Ka shi interesit të Ukrajinës, edhe po e shohim një Gjermani që për herë të parë po dërgon trupa pas 80 viteve një shtet në kufi me Rusin, do thot e populli, politika e Kosovës, do thot merret, shkon për 1 minutë, 2 minutë, thuti një farforme, janë këta ata cilët e sunojnë botën. Jo, more, po bota s'është ka merret me ty. Dhe kjo është banale në një formë, apo tjetër? Kjo është e turpshme. Për shkak se këta lider duhet me pas guxim hares. Populli ka votu, që ata që i kanë votu. Këta i kanë votu për mja zgjidh të lashët këtij shteti. Për mja nuk janë të leta, nuk është e kollajshme. Nëse ka menu dikush që politika në Kosovë, në qëto rrethana, me marë përgjithësi është e lehtë, ka gabu. Atër qysh është formula aktualisht? A ka formulë që do të zgjidhte këtë... Është ka negocohet, sa kam informacione, po flitet, po për shkak dhe gjam këtu edhe politika është ardë, bre, Haris. Këtu shumica nuk e kuptojnë politikën. Politika nuk është veç drejt. Politika don lakesa, po për interes shtetit, gjithmonë po flasë. Këtu është ka kalkulohet puro interesi personal i individëve, cilët një farforme e marrin barën e përgjithësisë po edhe të partisë në supet veta. Për shembull? Për shembull, kem fraksionën PDK, kem fraksionën LDK, kem fraksionën vetëvendosje. Për shembull, kemi vetëvendosjen PDK, në LDK që ka deputet që janë pro një koalicionit me zotin Kurti, për shembull. Tash, sot Anton Çuni tha që 2 deputet të LDK-s po kontaktohen vazhdimsi prej lëvizjes. S'është lajm kjo, por kemi përmbajtje të shohim mesazhet, s'është lajm pati akuza dhe për shantazh. Po, a qëndrojnë këto llafe, këto komunikime? Po këto çdo herë kanë vazhdu. Na kemi plus... Jo, ideja është që mund të ketë komunikime, po a mund të ketë shantazh? Dhe gjam, nuk besoj që sot një deputet i cili ka marrë vota një subjekt politik edhe lejon me u shantazhu për një subjekti politik kundërshtar, për shembull. Sepse nëse Florenti ka qenë kandidat për një subjektit politik edhe i ka marrë votat, një farforme ai mashtron që ta votus, tash këtu bëhet pak edhe kredibiliteti i njerëzve, karakteri i njerëzve. Po historia e këtij shteti na ka treguar që ka pas pazare politike, Haris. Bile ka pas pazare politike edhe me listën serbe. Kjo qeveri, edhe kjo presidenci është sot, është si shkak pasojnë thojza e kalkulimeve edhe me listën serbe. Së është kiameti, bre? Lista serbe është kategori kushtetuese e shtetit Kosovës. Çka pjo do këtë binom, ose çka pjo do këtë kaq që më thonë trishtuese fenomeni listës serbe. Gjithçka që është... për shkak të